Përshëndetje dhe selamu aleikum. Në këtë video jemi në dobi të nxjerra nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kemi 5 raste të 5 personave të ndryshëm, të cilët pra e keq kuptuan fen apo bën një gabim dhe profeti alaihi salam pra u korrigjoi gabimin e tyre, i këshilloi dhe këto kanë qenë ndërshkaqet që sahabët e ruajtën fen e Zotit, pra u mësuan dhe edukuan, po ashtu dhe njerëzit cilët erdhën nga larg dhe bën gabime për shkak të mëshirës profetit alayhis salam, pra i pranuan Islamin. Le të fillojmë me rastin e parë. Ka qenë personi i cili mori pra 2 penj kur keq kuptoi ajetin kuranor të surës El-Bekare. Dhe ky është Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ajeti surës El-Bekare 187 thotë Allahu i Madhërisëm: "Hani dhe pini derisa t'ju dallohet peri i bardh nga peri i zi", i agimit. Kur ai e tregoi këtë pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu qeshë dhe i shpjegoi se fjala pra peri i bardh dhe peri i zi nuk i referohet fijeve fizike, por dritës së agimit pra peri i bardh dhe arrësirës së natës pra peri i zi. Këtu kuptojmë se si profeti alaihi salam pra i ka edukuar sahabët e ndershëm, të cilët na e kanë përcjellë fen. Rasti i dytë është Omeri radhiyallahu anhu dhe dashuria e tij për profetin sallallahu alaihi wasallam më e madhe pra se çdo gjë. Një ditë Omer radhiyallahu anhu i thot profetit alayhis salam: "O i dërguari i Allahut, unë të dua më shumë se çdo gjë përveç se vetes time." Profeti alayhis salam ju përgjigj: "Jo, pasha atë në dorën e të cilët e shpirti im, nuk do të kesh besim të plot derisa të më duash më shumë se sa veten tënde." Pas kësaj Omeri radhiyallahu anhu u mendua dhe tha: "Tani pasha Allahun të dua më shumë se veten time." Profeti alayhis salam i tha: "Tani Omer radhiyallahu anhu, besimi yt pra është i plot." Këtu arrim të kuptojmë se sahabët pra atë që kanë ndjerja kanë shprehur profetit alayhis salam, pra që edhe nëse kanë patur gabim, ai ka korrigjuar. E padyshim se dashuria ndaj profetit alayhis salam duhet të jetë më e madhe se çdo dashuri tjetër, nga se është ai i cili na ka treguar rrugën për xhenet. Dhe kjo vlen si ndaj nesh në kohën e profetit alayhis salam për që e besojmë, po si ndaj popujve të tjerë të cilët kanë besuar profetët e tyre. Rasti i tretë ka qenë pra personi i cili kur dëgjoi ajetin kuranor, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, ka qenë Thabit bin Kajs radhiyallahu anhu, ajeti i dytë i surës Huxhurat, ku thot Allahu i Madhërisëm: "O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç i flisni njëri tjetrit, që veprat tuaja të mos bëhen të pavlefshme." Pa e kuptuar ju. Pra ky person ka pas përcjell fjalët e profetit alayhis salam pra në mexhlis, në grupin e njerëzve, duke ngritur zërin pra që të dëgjojnë edhe ata që ka qenë pra mbrapa pra në safet e tjera, dhe ka qenë detyra e tij. Por ja që kur ka zbrit ajeti kuranor e ka keq kuptuar dhe ka kujtuar se ky ajet ka zbritur për këtë dhe ka thënë që unë tashmë pra jam i shkatëruar. Dhe disa ditë ka ndëitur në shtëpi dhe nuk ka dalë dhe profeti alayhis salam pra urdhëron një nga shokët e tij dhe i thot: "Ku është pra Thabit bin Kajs radhiyallahu anhu?" Thot se nuk e kam parë në xhami dhe thot: "O i dërguar Allahut, unë do ta gjej, domethënë do shkoj ta kërkoj tek shtëpia e tij." Dhe kur e pyet ai person thot pra sahabiu i ndershëm, pra që veprat e mia janë shkatruar sepse ajeti ka zbritur për mua. Dhe kur ja tregon profetit alayhis salam rastin, profeti alayhis salam i thot: "Ti nuk je prej banorëve të zjarrit, por je prej banorëve të xhenetit." Pra këtu kuptojmë edhe përgëzimin që profeti sallallahu alaihi wasallam u ka dhënë njerëzve pra dhe i ka përgëzuar me xhenet, sepse ata kanë qenë më të sinqertit dhe më të devotshëm. Kemi rastin e 3 personave, rasti i 4. Pra, kur ishin ata 3 burrat, pra erdhën një ditë dhe pyetën për jetën e profetit alayhis salam te një nga gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur u informuan për ibadetin që bënte profeti alayhis salam, pra njëri prej tyre tha, pra për me arrit më shumë, pra futën mendjen e tyre në funksion për me bërë diçka sipas logjikës tyre. I pari tha: "Unë do ta juroj çdo ditë pa ndërprerje", i dyti tha: "Unë do të falem tër natën dhe nuk do të fle", ndërsa i treti tha: "Unë do të heq dorë nga martesa dhe nuk do të martohem kurrë." Kur profeti alayhis salam i dëgjoi këto fjalë, ai i qortoi dhe i tha: "Pasha Allahun, unë jam më i devotshmi dhe ai i cili e ka më së tepërti frikë Allahun pra. Por unë thot agjeroj profeti alayhis salam edhe e prish agjerimin, falem edhe fle dhe martohem pra me gratë, pra që bëj martesë. Kështu që kushdo që largohet nga rruga ime, nga suneti im, nuk është prej meje." Pra këtu kuptojmë se sa e rëndësishme është që ta pasosh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe nëse fusim logjikën tonë dhe i marrim gjërat sipas mendjes,
atëherë do të shkojmë në humbje dhe në devijim. Po ashtu kemi personin rastin e 5, pra beduinin i cili erdhi dhe urinoi në xhami. Një ditë një beduin arab i shkretëtirës hyri në xhami dhe filloi të urinoi, pra në një cep të saj. Sahabët të zemëruar pra nga ky veprim i tij menjëherë u ngritën pra për ta ndaluar dhe qortuar. Profeti alayhis salam i ndaloi ata dhe i tha: "Lereni mos e pengoni." Pra sepse është njëri i cili nuk e ka atë lloj ditorie, një njeri që vjen nga larg pra, nga zonat e largta, nga malet, normal që atë lloj jete ka dhe nuk arrin të bëjë dallimin e vendit pra, cilën adhurohet Zoti. Pastaj beduini kur mbaroi pra atë veprën e tij të pahishme, profeti alayhis salam pra urdhëroi që vendi të pastrohej me një kovë ujë, pastaj foli beduinit me butësi. Edhe i tha: "Xhamit nuk janë vende për papastërti apo për ndyrësi, por janë vende për të përmendur Allahun, për të falur namazin dhe për lexuar Kuranin." Pra këtu kuptojmë se si e ka edukuar profeti alayhis salam, pra po ashtu njëkohësisht edhe sahabët, pra shokët e profetit alayhis salam që të jenë të urtë edhe të butë. Pastaj beduini i mahnitur nga sjellja e butë e profetit alayhis salam, pra dhe e mëshirshme u prek aq shumë sa që tha: "O Allah, më mëshiro mua dhe Muhamedin alayhis salam dhe askën tjetër." Profeti alayhis salam buzëqeshi dhe ju përgjigj dhe i tha: "Ti e ke kufizuar pra diçka e cila është e gjerë pra për rahmetin e Allahut, mëshirën e tij. Pra shumë e madhe mëshira e Allahut, nuk mund ta kufizosh vetëm tek vetja, pra edhe tek profeti alayhis salam. Pra për ta edukuar akoma më tepër pra që veprimin e tij, siç profeti alayhis salam pra e edukoi pra dhe ja fali bashkë me shokët e tij që nuk ja morën për të madhe, po ashtu dhe ky t'ja kthente pra me mënyrën më të mirë. Këtu kuptojmë sepse profeti alayhis salam pra erdhi me një fe e cila është ballancim. Pra është fe e cila e stabilizon njeriu si nga ana fizike, por dhe nga ana shpirtërore. Është fe e cila i vë rregulla, është fe e cila i tregon çka është e pastërta dhe e pista, çka është e bardha dhe e zeza, çka është e mira dhe e keqja, dhe edukon me sjellje dhe moralin më të lartë, duke ndjekur shembullin më të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe në një ajet tjetër që thot Allahu i Madhërisëm, thot ju keni shembullin më të mirë në pra në të dërguarin e Allahut Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj profeti alayhis salam për ne muslimanët pra që praktikojmë Kuranin dhe traditën e profetit alayhis salam, hadithin, arrim të kuptojmë se kush ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa për ata të cilët i thon vetes pra që pasojnë vetëm Kuranin, kuranistët, pra ata profeti alayhis salam është një enigmë e cila nuk ekziston, sepse nuk ka historik, nuk dihen veprimet e tij, nuk dihet ku ka qenë, çfarë ka vepruar. Ndërsa kur i kthehemi hadithit, shikojmë se si profeti alayhis salam pra na tregon perlat e tij me të cilat pra e ka edukuar umetin. Po ashtu edhe ne edukohemi duke i ndjekur shembujt e profetit alayhis salam, po ashtu shembujt e profetëve të tjerë alayhimus salam në Kur'an, po ashtu dhe shembujt e burrave të mëdhenj, sahabëve, tabiinëve dhe tabiinëve radhiyallahu anhum. Allah ju ruaj gjithëve, inshallah të kenë bërë dobi këto këshilla si fillim për veten time këto raste të bukura, po ashtu edhe tek ju, dhe ta përjetojmë këtë Ramazan me lejen e Allahut, duke mësuar më tepër. Zoti ju ruaj. Assalamu alaikum.